Atëherë të nderuar të pranishëm, i nderuar kryetar i Lëvizjes Vetëvendosje, kryeministër Kurti, i nderuar nënkryetari i Lëvizjes, ish kryetari Kuvendit, zoti Glauko Njufca, i nderuar sekretari i Lëvizjes Vetëvendosje Alim Rama, i nderuar kryetari Kuvendit Dimal Basha, kryetare e Guxo, zëvendës kryeministre Donika, kryetarët e qendrave, delegat këtu të pranishëm dhe në qendrat tona delegat të lidhur nëpërmes të lidhjes online, mirë se po e gjejmë njëri tjetrin në mbledhjen e 60 të Këshillit të Përgjithshëm. Mbledhje kjo, e cila na gjen në një moment të rëndësishëm historik, pas zgjedhjeve të 12 tetorit, zgjedhje lokale ku Lëvizja edhe njëherë u konfirmua si partia më e madhe në vend dhe ku pas zgjedhjeve qendrore edhe në zgjedhjet lokale Lëvizja u konfirmua si partia me mbështetjen më të madhe popullore. Pas këtyre zgjedhjeve me 12 tetor, kur në 3 komuna ku kemi qeverisur vazhdojmë ngaren pa balotazh dhe ku vazhdojmë ngaren në balotazh në zgjedhjet e 9 nëntorit ku presim kryetaret e ri në 12 komuna, jemi në këtë mbledhje të rëndësishme për të marrë vendime të cilat kanë të bëjnë si gjithmonë për interesin edhe të institucioneve të vendit dhe pa humbur kohë e kisha propozuar rendin e ditës, më njoftojnë që kemi quorum për të vazhduar mbledhjen, jemi të pranishëm në këtë takim 134 delegat këtu në pjesëmarrje fizike dhe online, dhe me qenë se kemi quorumin e mjaftueshëm, vazhdojmë me pikat e rendit të ditës, si pas propozimit që e keni pranuar edhe në email, pra miratimi i rendit të ditës, saktimi i procesmbajtësve, miratimi i procesverbalit të mbledhjes së 59 të Këshillit të Përgjithshëm, fjala e kryetarit të Lëvizjes Vetëvendosje, fjala e mandatarit për kryeministër nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje, votimi për mandatarin për kandidat për kryeministër nga Lëvizja Vetëvendosje dhe diskutimi mbi situatën politike. Ju ftoj që të deklaroheni me ngritje të dorës dhe me votim online, kush jeni për vazhdimin me këtë rend të ditës. Kush është për? Atëherë shoh që gjithsej jemi të pranishëm jemi për. Konfirmimet nga qendrat tona janë po ashtu të gjitha për. A është dikush kundër? A ka ndonjë abstenim? Atëherë konstatoj që me votat e të gjithë delegatëve të Këshillit miratohet rendi i ditës i propozuar. Ndërkohë vazhdojmë me pikën e dytë të rendit të ditës, aktimi i 2 procesmbajtësve. Propozoj si procesmbajtës zgjim Tahir Sylaj dhe Brynilda Gjura. Aktivistët, ju ftoj që deklaroheni kush është për miratimin e këtyre 2 procesmbajtësve. Faleminderit, a është dikush kundër? A ka abstenime? Jo, atëherë konstatoj që me votat e të gjithë delegatëve miratohen 2 procesmbajtësit e propozuar. Vazhdojmë me pikën e 3 të rendit të ditës, miratimi i procesverbalit të mbledhjes së Këshillit të Përgjithshëm. Procesverbalin e mbledhjes së 59 të Këshillit të Përgjithshëm e keni pranuar në formë elektronike. Përpara se ta hedhim në votim, e hap diskutimin nëse dikush ka ndonjë vërejtje ose propozim për ndonjë ndryshim ose lëshim eventual. Atëherë edhe nga qendrat tona duket se nuk ka ndonjë diskutim për këtë. Ju ftoj për miratim të procesverbalit. Kush është për? Faleminderit. A është dikush kundër? A ka ndonjë abstenim? Atëherë konstatoj që me votat e të gjithë delegatëve miratohet edhe procesverbali i mbledhjes së 59 të Këshillit të Përgjithshëm. Kalojmë te pika e 4 e rendit të ditës, e ftoj kryetarin e Lëvizjes Vetëvendosje, kryeministrin Kurti, që të mbajë fjalën e tij. E nderuar kryesuese e Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje, zonja Arbriana Gopsi, të nderuar nënkryetarë të Vetëvendosjes, zotëri Glauko Njufca dhe zonja Mrika Limoni Myrtaj, e nderuara koordinatore për
komitetet profesionale të lëvizjes son, zonja Dejona Mihali, i nderuari sekretar organizativ i lëvizjes, zotri Alim Rama, e nderuara bashkëkryetare e Partisë Guxo, Donika Gërvalla, i nderuari kryetari i Kuvendit të Republikës Dimal Basha, të dashur aktivist të lëvizjes vetëvendosje, të nderuar kolegë nga Qeveria e Kosovës dhe Kuvendi i Republikës, mirë se po e gjejmë njëri tjetrin në mbledhjen e 60 të Këshillit të Përgjithshëm të lëvizjes vetëvendosje. Tashmë është e qartë që në historinë tonë 12 vjeçare të pjesëmarrjes në zgjedhjet lokale, nga cikli në cikël, lëvizja jonë po rritet çdo herë e më shumë. Ky është një tregues që organizata jonë po bëhet alternativa më serioze dhe po gjen mbështetjen e qytetarëve edhe aty ku ndjehet më së afërmi bashkëqeverisja me qytetarin, pra nëpër komuna. Nga një komunë e fituar në vitin 2013, që ishte kryeqyteti, pra Prishtina, në 3 komuna në vitin 2017, që ishin Prishtina, Prizreni dhe Kamenica, në 4 komuna në vitin 2021, që ishin Podujeva, Kamenica, Gjilani dhe Shtimja, tash në vitin 2025, me 3 komuna të fituara pa balotazh në Podujevë, Kamenicë e Shtime dhe në 12 komuna të tjera në balotazh e shumë afër fitores. Nga 69 asamblesë të fituar në zgjedhjet e vitit 2013, në 127 sosh në vitin 2017, 176 në vitin 2021 dhe 177 në vitin 2025 dhe ato që si vjet kemi pasur një zbritje të numrit të asamblesëve të përgjithshëm në mbar Kosovën nga 983 në 931. Kjo është rritja e vazhdueshme e lëvizjes vetëvendosje në nivelin lokal, që është dëshmi e punës, përkushtimit dhe mirëqeverisjes tonë edhe nivelin qendror në vitet e fundit e edhe atë lokal. Komuna është adresa e parë e qytetarit, e vetëvendosjes siç duket po bëhet alternative vetëm serioze që të dërgon siç duhet te kjo adresë dhe adreson brengat e zgjidh problemet me të cilat qytetarët përballen në përditshmërinë e tyre. Në 12 nga 18 komuna sa janë në balotazh, 2 nga të cilat me komunitete Pakic, Klokoti dhe Mamusha, ne si lëvizje vetëvendosje me kandidatët tonë që janë më të mirat për komunat përkatëse jemi në balotazh. Duam dhe ju duhet qytetarëve që vetëvendosje të fitojnë në të gjitha këto komuna ku është pjesë e balotazhit. Prishtina, Mitrovica, Gjilani, Prizreni, Peja, Gjakova, Vushtria, Raoveci, Fushkosova, Obiliqi, Kaçaniku dhe Vitia me 9 nëntor duhet dhe do të ishte shumë mirë e më së miri për qytetarët e këtyre komunave që numri 105, pra vetëvendosje të dalë triumfuese, sepse triumfi i kandidatëve të vetëvendosjes është fitoria e vërtetë e qytetarëve, e lagjeve dhe e fshatrave, është fitoria e projekteve të mëdha të mirën e tyre, është fitore që nënkupton modelin më të mirë për qeverisje lokale për të gjithë banorët pa dallim. Se sa e rëndësishme është që fitoret tona të jenë të mëdha të thella, siç e kemi parë në nivelin qendror, po e shohim veçmas në nivelin lokal. Kudo ku lëvizja vetëvendosje është në balotazh me LDK ose PDK, këto të fundit po bëhen bashk kundër lëvizjes, me idenë që të pamundsojnë ndryshimet edhe në nivele lokale, me të vetmin qëllim për t'i dëmtuar kandidatët e lëvizjes, duke mos patur fare në mendje analiza të situatave lokale, e me raste ekstreme duke mbështetur edhe kandidat partia e të cilve qeveris apo ketë qeveris, si që thoshin edhe vet ata, në fushat në raundin e fundit edhe për 5 mandate. Janë bërë bashkë në Fushë Kosovë, LDK e PDK, aty ku LDK ka ketë qeverisur me komunën që 20 vjet. Por fitoren e Valën Prebrezës nuk ka koalicion të interesave të ngushta që e ndalë. Janë bërë bashkë edhe në Prizren, aty ku për 4 vitet e kaluara ka ketë qeverisur PDK, por s'ka koalicion që e ndalë fitoren e Artan Abrashit atje. Janë bërë bashkë, e s'po guzojnë ende të tregojnë,
edhe në kryeqytet, por kryeqyteti e ka hajrin e vet, e ka hajrullahun që ka koalicion me qytetarët e që do të dalë fitimtare. Pra, me imponime të marrëveshjeve nën tavolina nga PDK, LDK e AK, përveç se e kanë minuar demokracinë e tyre të brendshme, nuk kanë dashur t'ia dinë fare për situatat lokale në komuna, ku për ta dëmtuar vetëvendosjen pranojnë që të mbështesin edhe qeverisit aktuale, të cilat i kanë kritikuar e s'kan lënë gjë pa u thënë për gjatë raundit të parë të zgjedhjeve. Këto tri parti po e detyrojnë antarësinë që të votoj sipas direktivës e jo vullnetit. E çfarë ka bërë lëvizja vetëvendosje? Së pari, nuk ka bërë pazare me komuna, duke kushtëzuar marrëveshje komun me komun, sepse politika nuk është çështje pazarësh. Përtej bashkimit të vobekt të PDK e LDK, lëvizja jon ju ka dhënë autorizimin e plot qendrave të saj në gjithë Kosovën. Aty ku nuk është në balotazh, që në bazë të analizës së situatës në komunën e tyre dhe nevojës për ndryshime, të bëjnë koalicionet e nevojshme lokale. Por tani, kur jemi vetëm 5 ditë larg nga balotazhi i 9 nëntorit, lëvizja vetëvendosje dhe strukturat e saj në 12 komunat ku garojnë, janë intenzivisht në teren dhe janë intenzivisht në punë për koalicionet e sinqerta e veçmas për koalicionet më të rëndësishme që janë ato me popullin. Shtabet tona lokale dhe nën shtabet tona gjithandej lagjeve dhe fshatrave janë në vazhdimsi në terren për të prezantuar planin ton për komunat, që është plani më adekuat dhe më i nevojshëm për qytetarët tonë. Secila votë është rëndësishme, andaj secila thirrje për secilin familjar, mik, koleg, shok e të njofshëm, nga secili aktivist, antar e mbështetës i lëvizjes vetëvendosje, është kontributi më i madh dhe detyra më rëndësishme në këto pak ditë të mbetura. Me qenë se të tjerët po bëhen bashkë kundër lëvizjes me marrëveshje nën tavolina, puna jon duhet të shumëfishohet, sepse sinqeriteti ynë nuk ka dyshim që do të vlerësohet dhe oferta jonë serioze lokale përmes votës masive qytetare do të jetë vulë e fitoreve të mëdha në komuna. Gjithashtu, e rëndësisë së veçantë është edhe mobilizimi i votës së bashkëdhetarëve tonë. Të gjithë kandidatët tonë për kuvende komunale, ata që janë zgjedhur, por edhe ata të cilët nuk janë zgjedhur asamblesë, si dhe të gjitha strukturat tona organizative, është tej mase e rëndësishme që të kontaktojnë me secilin familjar, të afërm e të njohur, të cilët janë regjistruar si votues jashtë vendit. Çdo votë bën diferencën, prandaj secila votë është e rëndësishme. Me këtë rast ju bëj thirrje edhe bashkëdhetarëve tonë, të cilëve ose ju ka arritur ose do t'ju arrijë zarfi me flet votim në komunat ku lëvizja vetëvendosje garon në balotazh, që ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre për të votuar e ta ndihmojnë vetëvendosjen në misionin e saj për zhvillimin e lagjeve e fshatrave të komunave prej nga ata vinë. Në këto ditë të mbetura, deri me 9 nëntor, ju ftoj të gjithëve që të mos ndalim për asnjë çast punën e angazhimit. Le të fitojmë e festojmë bashkë me 9 nëntor, e le ta fillojmë punën fuqishëm nga data 10 dhjetor për komunat. Të dashur aktivistë mbështetës, për një gjë dua t'ju siguroj, lëvizja vetëvendosje është fituese e 2025-ës, ka përqenë fituese edhe në 2026-ën, po edhe vitet e ardhshme siç po duket, ndihmuar edhe nga mentaliteti vjetruar e ekstrem, jo bashkëpunues i partive të tjera. Sidoqoftë, kurdoherë e në çdo rast, ne jo vetëm që jemi të gatshëm për zgjedhje, por jemi edhe të përgatitur për to. Kemi dashur dhe kemi ofruar mundësi për zgjedhje qysh në qershor, kur e pam se nuk donin bashkëpunim. E kemi marrë disa herë prej tyre refuzimin e ftesave për bashkëpunim, gjersa na e kanë bërë të pamundshëm çfarëdo qeverisje me koalicion me ta. Jemi në këtë situatë për shkak të kalkulimeve të humbësve, që po përpiqen të zvoglojnë humbjet e tyre me këso makinacionesh, por kjo është e pamundur. Realiteti nuk ndryshohet nëse fillimisht nuk e pranon atë, e ata duhet t'ja pranojnë vetes faktin se kanë humbur. Të dashur qytetar e mbështetës që na ndiqni, sot unë dua të bëj një propozim të menduar mirë.
E bëj këtë propozim jo për të bërë lëshim, sepse rregulli i demokracisë thotë që subjektet vendosin vetë, e për lëvizjen vetëvendosje as nuk vendos dhe as kur nuk ka për të vendosur ndonjë subjekt tjetër. Megjithatë, pas diskutimesh të zgjeruara e të thelluara në kryesinë e lëvizjes sonë, unë do të propozoj si kryetar i lëvizjes vetëvendosje që jam, që mandatin e dytë për krijimin e qeverisë t'ja japim nën kryetarit, aktivistit, shokut e mikut ton të afërt e fort besueshëm Glauk Konjufsa. Këtë propozim e bëj për shkak të vlerësimit e besimit të madh që kam dhe që kemi të gjithë ne bashkë të Glauku, por edhe për shkak që të mos bëhen dy herë zgjedhje, edhe në dhjetor edhe në prill. Le të vazhdojmë me kabinetin e njëjtë që kam propozuar, unë marr vendin e Glaukut e Glauku timin, siç edhe jemi dakorduar mbrëm në kryesi bashkë. Le të votohet më pas buxheti i shtetit e buxhetet komunale, le të votohet plani i rritjes së bashkimit evropian për fonde të vlefshme, le të bëhen disa punë të domosdoshme e pastaj shkojmë në zgjedhje. Ja pra, po ja japim mundësinë opozitës që t'ja kursej vendit dy palë zgjedhje, sepse mjafton një herë në prill, kur paraqitet çështja e presidentes. Ne do të shkojmë përpara me tentimin e dytë, me mandatarin e dytë, Glauk Konjufsën, me qeverinë e njëjtë, me dëshirën më të mirë për shtetin e për vendin, për popullin e për të gjithë qytetarët pa dallim. Shpresoj të mos e keqpërdorin dhe të mos e humbin edhe këtë mundësi. Ne si vetëvendosje jemi gati për zgjedhje sot. Jemi gati edhe në dhjetor, në muajin e ardhshëm. Jemi edhe më shumë gati në prill, në vitin e ardhshëm. Por po e japim këtë mundësi si zgjidhje për këtë blokim të kotë, të shkaktuar nga kokëforcia e inati, nga kalkulimet e gabuara, blokim që po bëhet i dëmshëm, jo për lëvizjen vetëvendosje, po për Republikën e Kosovës. Opozitarëve ju themi, ju lutem, mos u betononi në pozitën e bllokuesit. Ja ku e keni shansin. Mos e lini që të ikë edhe ky shans Kosovës sonë të përbashkët. Të dashur aktivist, në 2 dekada aktivizmi masiv e intenziv në lëvizjen vetëvendosje, Glauk Konjufsa na ka mësuar se ndërtimi i shteteve të zhvilluara ka qenë rezultati i një reflektimi afatgjatë. Forca e shteteve qëndron në thellësinë e themeleve të tyre. Drejtësia e themeleve përcaktohej nga bashkërendimi i dritës së mendjes me regjistrimin e përvojave. Shtetet e fuqishme janë ndërtuar mbi filozofi të forta. Shtetet e Bashkuara të Amerikës u ndërtuan nga ata që jo vetëm morën me vete filozofinë e Humit e të Llokut, por ishin edhe vetë filozof, të kalibrit të madh si Paine, Jefferson, Adams e të tjerë, siç qëndrojnë në themel të Francës Descartes, Voltaire, Rousseau, apo të Gjermanisë Kanti, Hegeli e të tjerë. Mes filozofive të forta, filozofia më e fortë është filozofia e lirisë. Glauku nuk është filozof vetëm me formim universitar, por është dy fish i ndërtuar. Mishërim i filozofisë së lirisë si aktivist politik dhe i studiuesit të filozofisë si politikan shteti. Simpatizant i Hegelit, edhe ashtu siç e kuptonte ky lirin, Glauku është angazhuar gjithmonë për ndërtimin e realitetit të Kosovës sipas konceptit. Për ndërtimin e shtetit sipas konceptit shtet, si popull, territor dhe sovranitet, teksa shikonte se po na ikte territori, popullsia dhe sovraniteti dhe angazhohej bashkë me gjithë neve për t'i mbrojtur këto. Mbartës i kthjellësisë që në çastet e para të organizatës sonë, të lëvizjes sonë, figura e pjekurisë si nënkryetar për vite i lëvizjes sonë, shembulli i urtësisë si kryetari i Kuvendit të Kosovës, mjeshtër i komunikimit dhe argumentimit si ministër jashtëm i Republikës sonë,
Diku te 180 artikuj ka shkruar Glauku, duke përshkruar në detajin më të hollë dhe në horizontin më të lartë ditën dhe fatin e Kosovës e të shqiptarëve mbar. E në ato qindra artikuj, fjalime dhe konferenca, Glauku që prej vitit 2005 ka përshkruar në detajin më të hollë dhe gjithashtu në horizontin më të lartë të dhënën sociologjike dhe kulturore, politike dhe ekonomike, geopolitike dhe historike. Në këto përmasa, reflektimi ai ka treguar se çfarë nevojitet për caktimin e fatit të Kosovës. Ne jemi me fat të padiskutueshëm që kemi njohësin e mrekullueshëm të historisë të largët e të afërt. Ne jemi me fat që kemi njeriu bujar në miqësi e në bashkëpunim. Filozofi, histori, drejtësi, mendje ndritur e jona, të cilën ja rekomandojmë dashurisë son Kosovës. Të nderuar delegat, në situatën në cilën jemi, të shkohet në zgjedhjen e dhjetor, pa e miratuar buxhetin për vitin 2026 është rrezikim i qëndrueshëm, rrezikim i qëndrueshmërisë së shtetit dhe stabilitetit ekonomik të vendit. Janë, ju e dini, 85.000 shërbyes publik që marrin paga nga buxheti, janë 300.000 pensionistë gjithsej që marrin pensionin nga buxheti, janë 400.000 fëmijë që marrin shtesa nga buxheti, janë 10 mijëra fermer e mijëra biznese që marrin subvencione nga shteti. Vendi nuk duhet të shkojë në zgjedhje pa buxhet të miratuar në kuvend. Aq më pak kur qysh në fillim të vitit ardhshëm e kemi të pasgjidhur edhe çështjen e zgjedhjes përkatësisht rizgjedhjes së presidentes. Nëse kjo sfidë nuk arrihet të tejkalohet brenda afatit kushtetues, vendi duhet të shkojë përsëri në zgjedhje të reja. Por pa buxhet të miratuar, nuk do të mund të mbashin as zgjedhjet. Kësaj vendi do të futej në një situatë të paprecedent nga e cila askush nuk e din se si mund të dilet. Do të ishte papërgjegjësi e thellë të shkohet në zgjedhje pa buxhet të miratuar. Argumentimi i opozitës për mos miratim të buxhetit që ne kemi proceduar në kuvend është se nuk duan të trajtojnë buxhetin e një qeverie në detyrë. Ky argument bëhet i paqëndrueshëm përballë faktit se në vitin 2020 ne si lëvizje e patëm votuar buxhetin anise ishte dorëzuar nga qeveria në detyrë e udhëhequr nga Abdullah Hoti vetëm që të mos rrezikohej stabiliteti ekonomik i vendit. Një mirëkuptim i tillë që vendos interesin shtetëror para mlefeve e inateve e interesave partijake, ashtu siç bëm ne në vitin 2020, aktualisht po I mungon opozitës. Prandaj caktimi I mandatarit të dytë në këto rrethona bëhet domosdoshmëri. Nëse ajo çfarë duhet për miratim të buxhetit, që nga që buxheti dorëzohet nga një qeveri fuqiplot, atëherë le ta votoj opozita një qeveri të udhëhequr nga Glauku, e cila e dorëzon buxhetin për miratim në kuvend të Republikës. E me këtë evitojmë edhe mbajtjen e dy parë zgjedhjeve brenda pak muajsh. Në vend se të paguajmë miliona euro për një palë zgjedhje më tepër sa që duhet, ato para mund të shfrytëzojmë në të mirë të qytetarëve. Pra, ky veprim I yni për mandatarin e dytë është në funksion edhe të miratimit buxhetit, I cili siguron pagat, pensionet dhe vazhdimsinë e pagesave që mbështesin ekonominë e vendit, si dhe eviton shkuarjen në dy palë zgjedhje njëra pas tjetrës në kohë shumë të shkurtër. Me këtë veprim, ne si lëvizje vetëvendosje edhe një herë tregojmë se interesi I shtetit për ne vjen në rend të parë secilën herë çdo herë. Ju falemnderit shumë për vëmendjen dhe më lejoni që të kërkoj miratimin e Këshillit të Përgjithshëm të lëvizjes vetëvendosje për ta dërguar emrin e Glauku Konjufsës te presidentja e Republikës Vjosa Osmani për tentimin e dytë për formimin e qeverisë së Republikës Kosovës. Faleminderit edhe një herë.
Faleminderit kryetar, kryeministër Kurti, faleminderit për fjalën tuaj, për propozimin, e mbi gjitha faleminderit që edhe një herë e shpërfaqni madhështinë edhe veçantinë e lëvizjes, e cila si nga hera, kur është në pyetje interesi i shtetit, merr vendimet të cilat janë më të drejtat e të duhurat për Republikën tonë. Dhe tani më lejani që të ftoj me kënaqësi të veçantë nën kryetarin e lëvizjes, mandatarin tonë për kryeministër të Republikës së Kosovës, zotin Glau Konjupsa, për një fjalë raste. I dashuri bashkëkohëtar i fillimit të rrugtimit ton, i nderuari kryetar i vetëvendosjes, kryeministri i Republikës, miku im Albin Kurti, më leja që qysh në fillim du me të siguru diçka që populli shumë shpejt pret që të rikthesh edhe më fuqishëm se në vitin 2021. Pa dyshim që këtë qenë dhe do të mbetesh kryeministri më i mirë që ka pasur shteti ynë, të nderuar kolegë të Këshillit të Përgjithshëm, i nderuar i kryetar i Kuvendit, Ndim Albasha, kryetare Nagafci, sekretar Rama, nën kryetare Haxhiu, zëvendës kryeministër Bislimi, shumë e nderuara kryetare e guximshme, Danika Gërvalla, deputet e ministra, nën kryetare Mrika Limani, ministra e deputet, cilve ju përshëndes, me përulje dhe obligim më duhet të pranoj këtë nominim të Këshillit të Përgjithshëm për mandatar kryeministri. Këtë e bëj si thirrje nga detyra, e cila na shëndron në shërbëtor të interesit publik. Cili është interesi më i thellë publik i popullit dhe shtetit tonë në situatën ku ndodhemi. Lëvizja vetëvendosje e ka definuar këtë interes në dy shtylla, në rrethonat aktuale. Së pari, shmangja e dy parë zgjedhjeve të mundshme brenda 3 muajsh, dhe së dyti, votimin e buxhetit për vitin 2026, pa të cilin rrezikohen dimensionet vitale të qytetarëve tanë, prej mbi 80.000 pagave të sektorit publik, pensionet e shtesat e fëmijëve sipas rritjeve të planifikuara, e deri te projektet ekzistenciale për shoqërinë tonë. Çështja jo më pak urgjente është edhe votimi i menjëhershëm i planit të rritjes së Bashkimit Evropian. Do të ishte pafalshme nëse për shkak të tekave të partive politike e humbim mundësinë e përfitimit të benefiteve qindra milionëshe, duke u krekosur se po shkojmë në zgjedhje. Edhe dy procese tjera nuk na presin. Transmetuesi publik, Radio Televizioni Kosovës, me njëherë mbesin pa pagat e tyre, e po ashtu edhe nuk ka kur farafati shtesë për buxhetin e 3 komunave të Republikës Kosovës, bëhet fjalë për komunën e Prishtinës, të Gjilanit dhe të Zubin Potokut. Edhe neve hovi i dëshirës imediate na thot zgjedhje. Por maturia shtetërore na thot ta bëjmë një qeveri të re, e cila synon të na dërgoj së paku deri te muret e kalasë së presidentit. Ky është gjykimi ynë mbi interesin aktual shtetëror të Republikës së Kosovës. E ne si delegat këtij këshilli më së paku e kemi menduar, e pritur se do të vijmë në këtë pikë,
Si dje, po më kujtohet kur vete propozova Albin Kurtin për mandatar, kurse ai sot po më propozon mua. Albin Kurti është personi më i votuar në historinë e zgjedhjeve parlamentare të Republikës së Kosovës. Problemi i nderuar i kryetar Albin është që atë sa e ke gëzu popullin me gjithë këtë mbështetje, në po të njëjtën mos ke nxitur edhe shumë frikë te kundërshtarët të politik, të cilët u bashkuan vetëm me një qëllim, të ta pamundësojnë krimin e një qeverie për herë të tretë. Ama një gjë e dim të gjithë, nuk ka forcë që e shkput dhe që e ndal lidhmërinë e popullit tonë me lëvizjen vetëvendosje. Në udhëheqjen e kryeministrit Kurti, shteti ynë pati arritje të mëdha. Prej buxhetit të shtetit që ne e morëm me 2.4 miliard euro, qysh për ju kujtohet, në vitin 2021, e tash kemi arritur me buxhetin e ri të propozuar nga qeveria jonë prej 4 miliard eurosh. Në shumicën e indekseve globale të ekonomisë, të drejtësisë, të sigurisë, e në shumë të tjera, Kosova qëndron dukshëm më mirë se në të kaluarën, falë qeverisjes së mirë të kryeministrit Kurti dhe të ministrave të cilët i ndihmuan të gjithë së bashku. Prandaj për mua thjesht po më duket diqysh e pabesueshme që kjo qeveri nuk do të vazhdoj. Një qeveri e cila ka vendosur projekte në shoqërinë tonë, të cilat unë besoj që do të qëndrojnë me dekada, siç ishin shtesat e fëmijëve, edhe shumë projekte të rëndësishme të cilat i implementuan për 4 vite me radhë, duke e ngritur ekonominë tonë për çdo vit mbi 4% rritje ekonomike. Secili prej qytetarëve shtron pyetjen pse mos me vazhdu një qeveri e tillë. Po në anën tjetër e kemi një opozitë të cilën e kemi. Këtë e zgjedh populli, nuk e zgjedhim ne. Ne nuk mund ta modelojmë opozitën sipas dëshirave tona, sepse po ta bënim këtë dhe po të ishte kjo e mundshme, nuk do të kishim demokraci. Ama po ashtu unë e di që në çdo shtet serioz, çdo shtet i cili është shumë i zhvilluar, çdo shtet i cili është i konsoliduar, pozita edhe opozita arrin të ndërtojnë disa qëllime të përbashkëta për hir të interesit të përgjithshëm qytetarëve dhe të vendit. Pikërisht tash dhe ky është momentin në Kosovë. Vetëvendosja po e bën kompromisin e vet. Po e bën kompromisin e vet. Më shumë se kaq nuk ka mundësi. Nuk ka mundësi sepse ne po e prezantojmë një qeveri në të cilën nuk është kryeministër Albin Kurti. E ky mendoj që është një kompromis shumë i madh për lëvizjen vetëvendosje. Ama tash e ka radhën opozita për kompromisin e vet. Ne kishim zgjedhjen në shkurt këtij viti, pastaj kishim zgjedhjet lokale të cilat sapo u mbajtën me 12 tetor. E kemi tash balotazhin e zgjedhjeve lokale me 9 nëntor. E nëse do t'i kemi edhe zgjedhjet në dhjetor, tash, e konstituimi i kuvendit nuk mund të bëhet deri në shkurt. Kush na garanton se në mars, me këto qëndrimet subjekteve politike që i kemi, mund ta zgjedhim një president
në fillim të marsit. Kjo do të na çonte në 5 palë zgjedhje. 5 palë zgjedhje brenda një viti. Është e papërballueshme për Republikën dhe për popullin tonë. Pra, ne po hymë me një qëllim të qartë, me një qëllim të mirë, në funksion të interesit publik. Po kush e interpreton këtë, që lëvizja vetëvendosje po friksohet nga zgjedhjet, që lëvizja vetëvendosje nuk është e gatshme për zgjedhjet, e ka shumë gabim. Nëse duan të aprovojnë, populli është këtu, populli është ai i njëjti, që mendon njëjtë, dhe që unë mendoj, nëse nuk shë reflektim të mirë nga i gjithë spektri politik në Republikën e Kosovës, do të di ashtu që është gjithë ka ditë me dhonë përgjigjen e vetë, edhe në dhjetor, po që se mbohen zgjedhjet. Ne po e krymë në këtë mënyrë edhe një obligim kushtetues. Detyrën që të mos shkojmë zgjedhje pa e provuar edhe qeverinë e dytë. E megjithatë, ne jemi të varur nga ajo se si veprojnë partit tjera parlamentare. Ua bëjmë ftesën më të mirë e më të sinqert dhe ua zgjatim dorën e bashkëpunimit për këto qëllime të cilat edhe i shpjegoj kryeministri Kurti, edhe unë i thash, prej buxhetit e të gjitha tjerat. Këto janë imediate, si nevojat Kosovës, është interes publik i popullit ton, dhe shpresojmë që ta gjejmë gjuhën e përbashkët, me partitë opozitare, të cilat unë i ftoj me sinqeritet që ta arrijmë këtë projekt të përbashkët. Veç Kosova fiton prej kësaj nëse e arrim. Partitë tjera e kanë në dorë nëse duan zgjedhje me njëherë tash. Të gjithë jemi në lupën e popullit, por mu po më duket që shpata e gjykimit do t'jetë ma e mret se kur më parë. Shumë faleminderit e na prift e mbara bashkë.